Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi ditën e sotme pas natës më të bukur, pas natës që në fakt elektrizoi krejtësisht Tiranën. Natën e mbrëmshme, për herë të parë pas 7 muaj izolim, Gjesti kishte performancën e parë. Okej. Tani dua pak ta komentoj këtë performancën, unë sot në këtë komentim do të sjell të gjithë momentin ku Gjesti performoi në skenë. Gjesti ishte jo i lodhur, sepse shikoj ca nëpër komente thonë që Gjesti ishte i raskapitur, ishte i lodhur, por Gjesti ishte i befasuar. Nga mënyra se si Gjesti u ngjit në skenë, nga mënyra se si Gjesti e përjetoi krejtësisht daljen e tij skenike pas 7 muajsh, edhe një 2 muaj para s'ka kënduar, le të themi pas një viti ngjitet në skenë, duke u befasuar me dashurinë e madhe që ka marrë nga publiku. Gjesti, dua të them për ato që e quajtën si nat kot. Gjesti është një këngëtar i cili në tregun muzikor ka ardhur shumë shpejt, domethënë këtë gjë e tha edhe Bardhi, edhe ka bërë disa hitet e tij dhe normalisht ka dalë në aq koncerte sa ka patur kohë, sepse hyri në Big Brother VIP Kosovën. Dhe nuk e kishte imagjinuar kur që Gjesti do të mbërrinte në këtë nivel të artit, të muzikës, të famës, që e gjithë shqiptaria të mblidhet në një diskotek për të. Mbrëm diskoteka ishte stërmbushur, unë jam munduar që të gjithë këtë momentin ta sjell në një shkrim, por njëkohësisht gjatë kohës kur unë do të komentoj këtë ngjarje të mrekullueshme, këtë ngjarje fantastike, këtë ngjarje që na bëri të gjithëve të jemi kureshtar se çfarë do të ndodhen, unë do të sjell momente nga nata e mbrëmshme. Do kisha dashur regjia të transmeton, jemi në rregull. Tani shikoni dhe mbrëmjen ku Gjesti ngjitet në skenë i veshur me xhinse pink edhe me një maicë të ngjyrës gri. Është shumë i lumtur, është shumë i gëzuar, ka momente tek sa qan, ka momente tek sa emocionohet, ku i gjithë publiku shqiptar është pranë tij. Tirana jetoi një nga netët më emocionuese të këtij viti mbrëm. Në një atmosferë të mbushur me entuziazëm, emocione dhe dashuri të pastër, pas 7 muajsh izolimi në shtëpinë më të famshme të momentit, Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova, Gjesti u ngjit për herë të parë në skenë, duke realizuar një nga ëndrat më të mëdha të jetës së tij. Në orët e vona të natës, klabi SKP në Tiranë ishte kthyer në një det njerëzish. Qindra mijëra shqiptar të ardhur nga çdo cep i vendit dhe nga diaspora kishin mbushur ambientet dhe rrethinat e klubit për të qenë dëshmitar të debutimit historik të Gjestit. Çdo hap, çdo titull, çdo buzëqeshje e tij ishte një shpërthim emocionesh që prekte drejt për drejt zemrat e të pranishmive. Në orën 2:30 të mëngjesit, kur të gjithë ishin në ankth dhe pritje të zjarrt, reflektorët ndalën dritën në skenë. Në sfond muzika ndaloi dhe për një moment një zë i ëmbël njoftoi. Mirë se vjen, ëndër e bër realitet Gjesti. Klabi shpërtheu në brohoritje, e në atë çast Gjesti me një buzëqeshje të ndrojtur, por me lot të mëdhenj që i rëshqisnin faqeve, u ngjit mbi skenë. Nuk ishte thjesht një ngjitje fizike në një platformë, ishte ngjitja e një shpirti që kishte pritur muaj të tërë për këtë moment. Ishte përqafimi i një ëndre që më në fund kishte marrë formë reale. Me duart që i dridheshin dhe zemrën që dukej sikur do t'i dilte nga krahërori, Gjesti i përshëndeti të pranishmit me një përkulje të thellë, duke i falenderuar për mbështetjen, besimin dhe dashurinë që e kishin shoqëruar në çdo hap të rrugtimit të tij. Ju jeni gjithçka për mua, tha ai me zë të dridhur, ndërsa salla shpërtheu në ovacione të pafundme. Lotët në sytë e tij flisnin më shumë se fjalët. Ishin lot mirënjohje, lot gëzimi,
lot që pasqyroni sakrificën, pritjen edhe shpresën. Mbrëmja vazhdoi me plot surpriza. Për herë të parë, Gjesti interpretoi disa nga këngët e tij të preferuara, duke i dhuruar publikut emocione të papërshkrueshme. Çdo notë, çdo varg që dilte nga buzët e tij ishte i ngarkuar me një ndjenjë të sinqertë, të pastër edhe të thellë. Një moment i veçantë ishte kur në sfond u shfaqën pamjet më të bukura të skenës, por mbi të gjitha, edhe kur në skenë erdhën Borobarda, grupi i vallëzimit, që i dhanë më shumë adrenalin mbrëmjes. Publiku nuk u ndal për asnjë çast së brohorituri dhe së duar trokituri. Ju jeni duke parë vetë atmosferën që ka qenë, domethënë, në nivel, ka qenë shumë në nivel. Klubi SKP-u shndrua në një arenë të dashurisë dhe vlerësimit, ku të gjithë ndiheshin të bashkuar përmes një ndjenje të vetme, mbështetjes për Gjestin. Gjesti, edhe pse për herë të parë në një skenë kaq të madhe, pas muajsh izolimi, u mundua të jetonte çdo sekond të këtij momenti me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Ai kërkoi të përqafoj secilën fjalë, secilën ndjenjë dhe secilën buzëqeshje që vinte nga turma. Ishte si një fëmijë që më në fund arriti të prek lodrën që kishte ëndruar gjatë gjithë jetës. Në një moment tjetër prekës, ai ul në mes të skenës, shikoi përreth, mori frymthell dhe tha: "Kjo është ëndra ime. Faleminderit që ma bët realitet." Një shishe shampanjë u hap në shenjë feste dhe shiu i arit dhe i ndritshëm mbuloi skenën duke u bërë gjithçka edhe më magjike. Domethënë ka qenë fenomenale. Nata zgjati deri në orët e para të mëngjesit, por lodhja nuk ndjehej askund. Ishte një natë që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve, nata kur një ëndër u bë realitet, kur një djalosh me zemër të madhe u ngjit për herë të parë në skenë dhe u përqafua nga dashuria një kombi të tërë. Gjesti me emocion që i mbulonte çdo qelis, la skenën në një shi të pafund duar trokitjesh dhe premtuar se kjo ishte vetëm fillimi një kapitulli të ri dhe të mrekullueshëm në jetën e tij. Ju jeni duke ndjekur çdo detaj të mundshëm, Gjesti po e shijon pafund çdo moment në skenë, ai me flamurin e Shqipërisë në qafë, duke shijuar çdo natë edhe çdo sekond të bukur në SKP Club. Ne do të takohemi sërish së bashku, juve vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.